që kjo gjykatë mas pakti dënon individet. Unë e kam thënë zëshëm, për thamë edhe sonte këtu, edhe ne këtu gjithë që jemi prezent, pa edhe presidenti, edhe kryeministri mos me kanë hiç, nuk është dëm i madh në raport se çka i bëhet sakrificës e popullit dhe lavdisë e sakrificës tonë. Ne ndaj kësaj s'kemi pas asnjëherë kujdes. E fillova kështu me thënë se në një shoqëni ku ka leju që kullat e jasharëve dhe sot me urrënu në motet e këqija, aty ku është lavdia më e madhe e sakrificës popullit tonë, për kësaj shoqënie, për këtyne politikanëve, gazetarë, për gjithë neve nuk i çka me prit më mirë. Veç po tregoj që nuk u faji i shoqënisë. Është edhe faji i shoqënisë në fakt se një shoqëni që ka dhënë do të më thonë edhe me plot. Absolutisht unë thash i politikanëve kryeministër. Si politikanëve. Ka plot njerëz që kanë tentuar përmes kullës jasharëve me përfitu lek. Edhe sot ka. Edhe sot ka. Edhe do të me kallëzu që pikërisht janë ata persona që pengojnë edhe që përcaktojnë se kush do të mos zgjedh fitues. Normal, po, absolutisht po, unë veç kam qenë në ulsen e profesorit Ramabaja aty, kur kam thënë në debatin e fundit të se është mirë që edhe pinjollët e jasharëve, sidomos bekim jashari para se me lëshu deklarata politike sa herë vinë zgjedhjet, është mirë me lëshu dhe në deklaratë që mos më prish kullat e jasharëve. Do me thonë, unë jam pa rezervë hiç këtu, thash, kemi shu këtu në të luftës që për shkak të politike kanë shpif për njëri tjetrin, to e tha me përgjithësi për shkak që Malisheva ka qenë zonë e lirë, UÇK-s aty ka qenë shtabi përgjithshëm edhe e di çka u bën aty, madje po tham edhe për te saj, se në rrugtimin tim 19 vjeçar me lëvizjen vetvendosur edhe me shokët mi kam pas përplasje për shkak të aktivitetit të 4 protagonistëve që i kam njohur shumë mirë, zoti Thaçi, Krasniqi, Bacit Jakub, pe tham kështu me emën, Regjës edhe Kadriot. Ne aty kemi qenë dim, edhe është e tërësht që krejt këtu që ka ndodhur, dhe me thonë, ty sot hynë në atë zhargonin e narrativës politike që ka përdorur Serbia. Por në fakt e kanë thonë shqiptarët. E ka thonë zonja Gërvalla, e ka thonë zonja Kurti, e ka thonë Konjufca, e ka thonë zoti Liburni, aty këmë konën, për e kanë thonë dhe protagonist tjerë politik, quftë PDK-s që hitë si kursej, se e kanë gjithë UÇK-n pikën më të, qysh me thonë, pikën më të fort edhe më dëp me godit, edhe për mund ngrit, edhe për me përfitu. Qoftë shoktu në luftës, qoftë kundërshtarë. Edhe që ka ndodhë kjo, nëse institucionet e kanë posë obligim me kriju këto, fakt, këto nuk është dosh me lejut paktën në atëre që jemi pjesë e shoqatave. Se e the zonja Kurti, në qëfar forme? Zotri Kurti, më falë nëse kom të kërkoj falje, për shkak që me këto. Po tashti ne, që unë e tha me dhimbje, se sonte këtë ne mujmë të në studio thëjmë gjithë shka. Po fjallës du të mja bo venin. Unë nuk po tham asgjë më shumë se sa jam qytetari këti venin dhe kemi posë si kemi ruktu. Pra, sot, shohën ata që kanë votu, në anën tjetër kemi presidentën që ka votu.